Kuvendi i Shqipërisë ka caktuar datën 28 janar si momentin kur Këshilli i Imunitetit dhe Mandateve do të mblidhet për të shqyrtuar kërkesën e prokurisë së posaçme antikorrupsion për heqjen e imunitetit të deputetes dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ky vendim i Kuvendit vjen pas kërkesës së SPAK-u dërguar në 16 dhjetor për të marrë autorizimin ligjor për hetimin dhe marrjen e masave ndaj ministres. Balluku është në hetim për shkelje të dyshuara në tenderin e tunelit Llogaras në vlerën 190 milion euro, si dhe për 7 procedura të tjera të prokurimit që lidhen me ndërtimin e loteve të Unazës së Madhe. Prokuria argumenton se duke qenë ende në detyrë, Balluku mund të prish prova apo të ndikojë dëshmitarët duke penguar kështu hetimin e drejtë dhe të plot. Ky zhvillim ka rëndësi të madhe për vimësinë e procesit të SPAK-ut, pasi heqja e imunitetit do të mundsonte marrjen e masave ligjore ndaj ministres, përfshirë marrjen e informacionit, thirrjen e saj në prokurori dhe çdo akt tjetër procedurial që mund të jetë i nevojshëm për zbardhjen e të gjitha dyshimeve lidhur me tenderat dhe procedurat e tenderimit. Vendimi i 28 janarit do të shënojë një moment kyç në procesin ligjor dhe politik, duke vendosur bazën për veprime të mëtejshme të prokurisë së posaçme dhe duke shtruar njëkohësisht debatin publik mbi transparencën dhe përgjegjësinë e zyrtarëve të lartë të shtetit.